Shkolla fillore periferike Mustafa Kemal Atatürk në Banjicë është bërë me teren sportiv. Aty janë vendosur pajisje sportive për futboll dhe basketbol, ndërsa i gjithë investimi vjen si donacion nga shoqata humanitare e qytetarëve Dr. Trajçe Neshkovski nga Gostivari. Në promovimin e këtij donacioni ka marrë pjesë edhe kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, i cili tha se ky donacion është i mirë pritur dhe uron që në të ardhmen të vazhdojë bashkëpunimin me shoqatën Dr. Trajçe Neshkovski, por edhe me shoqatat e tjera humanitare. Ai me këtë rast ka apeluar që çdo terren sportiv dhe kënd lojrash të ruhet me qëllim që fëmijët të kenë ku ta kalojnë kohën e tyre të lirë. Disa rekvizita dhe përgatitja e terenit jashtë me të vetmin qëllim që nxënësit posaçërisht gjatë muajve normal të pranverës dhe atëherë kur lejon kushtet atmosferike të mund të mbajnë orën e edukatës fizike jashtë. Donacioni mirë pritur, shpresojmë që edhe në të ardhmen do të vazhdojë bashkëpunimi jo vetëm me këtë organizatë, por me të gjithë organizatat dhe në të njëjtën kohë, ashtu siç e ceku edhe përfaqësues organizatës, t'i ruajmë këto rekvizita dhe të kujdesemi për të gjithë terrenet sportive dhe për të gjithë këndet e lojrave me qëllim që fëmijët tanë të kenë ku të kalojnë kohën e lirë. Tereni sportiv është vendosur në oborrin e shkollës periferike. Ema Neshkovska nga shoqata Dr. Trajçe Neshkovski tha se ideja ka ardhur në bashkëpunim me disa prindër, fëmijët të cilëve ndjekin mësimin pranë kësaj shkolle. Идеята потекна от неколку родители. Ideja lindi nga disa prindër, kurse ne si shoqatë shoqërore dhe e përgjithshme, pa mendësi me njerë filluam me realizimin e kësaj ideje. Besojmë sinqerisht se këto ide dhe iniciativa janë të rëndësishme, jo vetëm për shkollën dhe këtë vendbanim, por për zhvillim të përgjithshëm të komunës. Me këtë rast duhet të falenderoj nga zemra çdo qytetar human nga qyteti ynë dhe ky vendbanim që dhan kontribut secili sipas mundësive të veta për realizimin e këtij donacioni. Gëzojmë që po ashtu edhe të rit u kyçen me entuziazëm në realizimin e kësaj ideje pozitive. Ky projekt është dëshmi se kur jemi të bashkuar mund të arrijmë gjithçka. Nuri Maslam, drejtori i shkollës fillore Mustafa Kemal Atatürk, theksoi se me këtë donacion krijohen kushte të cilat janë të nevojshme për nxënësit, të cilët e ndjekin mësimin në këtë shkollë, nga klasa e parë deri në të pestën, nga Banjica e poshtme dhe lagja Fazenaria. Secili investim që bëhet në favor për fëmijët është jashtëzakonshëm pozitiv diçka, ashtu që unë e përshëndesi në emrin e shkollës organizatën humanitare Dr. Trajçe Neshkovski, ashtu që kjo lejet si një hap e parë që matyke të vazhdojnë këta investimet për fëmijët për një arsim kualitative. Ka 5 klasa, do me thonë 5 klasa shqip, 5 klasa maqedonisht, 5 klasa turqisht. Do me thonë komplet 15 klasa, për afërsisht ka 15 nxënës, do me thonë ati është numri i nxënësve. Do me thonë s'është një shkollë tashmë periferike kjo, është një shkollë në qytet mo. Një pjesë si shkollave bashkimit Mustafa Kemal, edhe kjo është një pjesë shkollës nuk duhet krahasuar si shkollat e rurale që janë. Ata është pjesa e qytetit, ashtu këtu duhet investohet aty për një arsim kualitative, për shkak se edhe numri nxënësve është në nivel. Në shkollën periferike Mustafa Kemal Atatürk në Banjicë mësimi ndiqet në 3 gjuhë, shqip, maqedonisht dhe turqisht, nga klasa e parë deri në të pestën. Ndryshe, ky nuk është donacioni i parë që shoqata humanitare e qytetarëve Dr. Trajçe Neshkovski bën për shkollën fillore Mustafa Kemal Atatürk, pasi paradokoi në objektin qendror të shkollës, dhuroi pajisje për paralelen speciale ku mësojnë fëmijët me nevoja të veçanta.